Të nderuar shikues, takohemi në edicionin e rregullt javor Diaspora. Në vazhdim të aktiviteteve të shumta të organizuara në mbar diasporën tonë shqiptare, kësaj radhe ishte organizimi i fondacionit të Rinisë Islame në Sebat të Zvicrës. Qëllimi i këtij organizimi ishte krijimi i një pasqyre pozitive për imazhin tonë fetar kombëtar. Për të kuptuar më shumë rreth organizimit dhe qëllimit të këtij fondacioni, ju ftojmë ta ndiqni materialin e përgatitur nga ekipi i televizionit tonë. Ta ndjekim së bashku. Unë jam Mirjam nga Filurës dhe ju jeni duke parë emisionin e Diasporës. Në vazhdim e organizimeve të shumta të mbajtura në qytete të ndryshme të Zvicrës, kësaj here u ndalim në një fondacion të rinisë e cila është një pasqyrë pozitive e imazhit tonë fetaro-kombëtar. Me organizime të shumta të sferave të ndryshme kombëtare, sportive, humanitare e fetare, Fondacioni i Rinisë Islame në Sebat të Curiut është bërë si një ambasadë në vete ku përfaqëson me krenari identitetin e rinisë në diasporë e konkretisht në Zvicër. Me punën e palotshme, organizatorët ishin mjaft të angazhuar duke i mirëpritur bashkëdhëtarët të të gjitha trevave shqiptare, duke i drejtuar në sallën e mikpritjes, duke i servuar me pije freskuese, ashtu sikur nëpër odat tona të atreut. Kësaj radhe, objektivi i kamerës tonë përsolli një organizim të shkëlqyer që bëri ky fondacion për hir të festës së Fitër Bajramit, duke mbledhur kështu shumë bashkëdhëtarë për të festuar mes veti dhe për të dëgjuar fjalën e bukur të Kuranit famlar. Nuk munguan dietarë të ndryshëm që veprojnë në diasporë, por edhe dietarë nga Kosova, si profesor Mazlum Mazlumi dhe shumë të tjerë. Për të mësuar më shumë në lidhje me punën e gjertanishme të Fondacionit të Rinisë Islame për Zvicër, zhvilluam një bisedë të shkurtër me kryetarin e saj, Lulzim Lecaj. Zoti Lulzim Lecaj, ju jeni kryetari i Fondacionit të Rinisë Islame këtu në qytetin e Sebat të Zvicrës. Dhe sot keni organizuar një aktivitet. Mund na sqaroni për çfarë bëhet fjalë kjo aktivitet? Këtë aktivitetet bëjmë si manifestim të Bajramit për gjithë muslimanët në Zvicër. Në rand të parë për ata donatorët që na kanë ndihmuar vazhdimisht, do thotë që 4 vite e gjysmë, në gjitha projektet tona, qoftë ajo në projektin e kurbanave, në projektin e fitrave, në projektin e ndihmave të ndryshme, në projektin e botimeve e kështu me radhë. Mund ta elaboroni pika të shkurtra gjithë aktivitetet tuaja që keni zhvilluar në emër të Fondacionit të Rinisë Islame, me që keni një emërtim shumë të madh. Po, ato organizimet kryesore janë në lidhje me botimet, me takimet me rinin këtu në Zvicër, me ndihmat në vendlindje, shkim pas rastin tash 2 ditë para Bajramit, ne në Skënderaj i kemi shpërndar 2240 euro 197 familjeve. Këto ndihma vinë prej gjitha trojve shqiptare këtu në Zvicër. Dhe ne kemi shfrytzuar rastin 2 ditë para Bajramit, kështu që ata persona të kenë për ditë Bajramit spaku të shtrojnë diçka në sofrën e vet. Po për rinin, cilat janë organizimet që keni bërë? Për rinin, për shembull, ne në Skënderaj, në Skënderaj se aty ka nevojë, ka më shumë të varfër, kemi organizuar kursin varor për të rinjët atë, do thotë ne e kemi sponsorizuar në bashkëpunim me AK në cila vepron në çfarë kursi bëhet kjo? Në atë kurs do thotë AK-ja është një shoqatë e cila vepron në Kosovë. Në aty ka pas kurse, do thotë komplet shkolla është marrë me qira, edhe aty në zonë ju ka dhënë për gjuhë angleze, për kurse kompjuterike, për çështje fetare e kështu me radhë. Ti kemi rinisë son këtu në diasporë. Çfarë keni bërë për rinin në diasporë? Këtu në diasporë ne mundohemi të bëjmë rinin me kurse të ndryshme, praktikisht me kurse të Kuranit, vazhdimisht kurse të Kuranit, kurse të mësim besimit e kështu me radhë. Këtë mundohem ne të ndihmojmë rinisë. Është e vështirë që të bashkëpunoni me të rinjt? Është pak vështirë se për arsye se konkurenca, do thotë konkurenca në atë aspektin e mbrëmjeve rinore është shumë më e madhe se sa tek ne. Mundohem të ardhmë inshallah me bë diçka në zëvendësim, kështu që të kenë diçka në këtë aspekt. Të vinë edhe tek ne, do thotë në aspektin fetar. Edhe mendojmë të ardhmë të bëjmë një koncert humanitar për invalidët e luftës. Do thotë planifikojmë për shembull me thirr Adem Ramadanin e disa personalitete të ndryshme, cilët mund të këndojnë këngë islame kështu në atë aspektin për rinin.
Mbi 1000 tituj të librave të ndryshëm fetare, kombëtare, CD, DVD, kaseta, janë të radhitura në rastet e xhamisë së Sabahut, ku të gjasojnë se jenë në një universitet fetar apo bibliotekë fetare. Keni dëgjuar edhe më herët për këtë fondacion të rinisë islame të Zvicër? Po kemi dëgjuar. Ju shikoni këto për të blerë kaseta dhe DVD. Për çfarë DVD jeni më shumë të interesuar? Vallai më shumë të më tregu të vërtetën unë për libra. Kështu normalisht edhe DVD-a me ligjërata me përmbajtje, domethënë me tematikë, kështu diçka aktuale është. Çdo herë vi marr, domethënë edhe libra literaturë islame dhe DVD-a, edhe kështu që e kam pasur që domethënë kjo është një fondacion shumë me lehtë madhe. Fondacioni i Rinisë Islame ka dhënë ndihma të ndryshme drejtuara dheut edhe fëmijëve të sëmur, ku është rasti më i freskët që me një ndihmë simbolike, por me zemër, mbështeten aksionin drejtuar fëmijëve të sëmur që ishte para pak ditësh në radio-televizionin e Kosovës. Këtu është kjo pagesa cilën ne në emisionin RTK-s me 26-in, do thotë dita e ajte, ka qenë emocioni humanitar për të sëmurit e kancerit, në të shoqata e Kosovës kundër mbrojtjes kancerit. Ne aty nëpërmjet televizionit premtuam me i dhënë 1500 euro, ndërsa na vetëm se e kemi bërë pagesën faktikisht. Mendoj se mbrana javës së ardhshme kjo shumë të hollave 1500 euro aty ne do t'i marrin xhiro llogarin. Se sa janë të kënaqur bashkëdhëtarët me punën që zhvillon kryesia e fondacionit, u prononcuan disa bashkëdhëtarë dhe ja se çfarë na thanë. Si po ju duket kjo organizim? Shumë mirë. Po dash ma herët më prezentuot për me bëni organizim sa më të mirë, sa më mirë me konën të rinje, për pleqërije për krejt. Është mirë me pas organizime kësaj natyre dhe herave tjera. Shumë mirë është. Ju si nën shqiptare që në Zvicër, cilët do të ishte porosia juaj për rinin që janë këtu? Me ruj traditën, familjen, gjuhën, kem qef mu martue me shqiptarve të një tënë, e mos më largohet traditat. Unë jam Selim Zetiri nga komuna Vjanotit, jam përkohësisht në xhaminë e Sebait për 3 muaj dhe gjatë muajit Ramazanit kemi shërbi dhe thot si imam në këtë xhami. Është shumë e veçuar rasti i fondacionit të Rinisë Islame, e cila jep një kontribut jashtëzakonshëm për shërbim të besimtarëve si këtu, po edhe në Kosovë, Maqedoni dhe vende tjera ku gjenden besimtarë. Ju keni vepruar në xhaminë e Sebat për 1 muaj gjatë muajit Ramazanit. Cilat ishin temat tuaja që trajtuat më shumë në këtë xhami? Po si zakonisht gjatë muajit Ramazanit shfrytëzohet që të thirrë besimtarët për unitet dhe faktikisht paraqiten edhe tema që kanë të bëjnë me dispozitat e fesë islame, sikur 5 kushtet e islamit, 6 kushtet e imanit dhe përgjithsisht do të thotë kemi pas qëllimin që të thirrmi njerëzit në njohjen e fesë islame, por gjithashtu edhe të praktikimit të fesë islame. Ne kemi në këtë fondacion, në këtë organizim të fondacionit të Rinisë Islame këtu në Zvicër, me Selina Seba. Si e gjetët ju rinin konkretisht? Unë jam i kënaqur personalisht me aktivitetet të cilat i zhvillon përgjithsisht xhamit këtu në Zvicër, po në veçantë do thotë edhe fondacioni i Rinisë Islame ka aktivitete të shumta të cilat merren me trajtimin e rinisë. Sikur kurse të ndryshme që zhvillojnë dhe aktivitete do thotë për afrimin e të gjithë besimtarëve të cilët janë në Zvicër. Faktikisht ata organizojnë edhe tribuna të tilla, manifestime, sikur që është ky të cilin sot do ta zhvillojnë, dhe në këtë mënyrë kjo është një afrim mes rinisë dhe besimtarëve islam në Zvicër. Mendoni se kjo do të jetë një zgjidhje shumë pozitive për rinin, do thotë, që drejtohen në islam? Kjo do të ndikon në zgjidhjen e problemeve dhe faktikisht do të ketë domethënë rast që besimtarët të njihen, kanë do të thotë mundësi këtu edhe të gjejnë literaturë të ndryshme, të leja të ndryshme të cilët i shërbejnë besimtarëve dhe faktikisht kjo është bërë kryekëput për t'i afruar besimtarët të njohen mes veti. Me çfarë përshtypje do ktheheni në Kosovë për rinin nga diaspora? Ne i sillim mesazhe të mira edhe Kosovës edhe Preshevës se në Zvicër dhe në vendet tjera të Evropës feja islame njësoj do të praktikohet sikur se në vendet tona dhe besimtarët janë po ata të Kosovës, të Preshevës, të Maqedonisë edhe në Zvicër. Organizimi bëhet domethënë përndër ditës Fitër Bajramit, një javë më vonë se të njerëz kanë punu. Përndryshe me forumin unë bashkëpunoj, po jam edhe antar edhe kam marrën të festoj bashkë
me antarët e tonë. Për çfarë bashkëpunimi bëhet fjalë? Po, unë bashkëpunoj pasi që edhe emrin e ka Fondacioni Rinisë Islame, pra që perspektivë e jonja është sjellin sa më shumë të ri, ta njohin fenë islame, pasi gjithsesi takojmë shumica fesë islame, ta njohin fenë tonë edhe të kontribojmë për islam. Cili është bashkëpunimi juaj me Bashkinë Islame këtu në Zvicër? Bashkëpunimi me Bashkinë Islame është mjaft i mirë, mendoj që në gjitha sferat, po qëllimi në tarme do të ishte që bashkëpunojmë edhe ma tepër, që zëllojmë domethënë bashkëpunime, për ndryshe deri tashti funksionon mirë. Cili është qëllimi i këtij fondacionit? Ju do të jeni si bashkëpunëtori i këtij fondacioni. Por rinin, çfarë konkretisht ju bëni këtu në Zvicër? Po qëllimi thash edhe më herët, qëllimi është që shumë të ri që jetojnë këtu nuk din fare për islam. Ky do të ishte qëllimi jonë, që njerëzve t'ju ofrojmë sa më shumë materiale, qoftë materiale për të lexuar, audiovizuele, domethënë DVD, programe ndryshme dhe në gjuhë ndryshme dietarëve të mëdhenj islam, pra që ta njohin sa më mirë, pra ky është qëllimi që ta njohin sa më mirë islamin. Sa është e vështirë që të bashkëpunoni ju pra këtu në Zvicër, në këtë shtet shumë larg atë? Po bashkëpunimi mendoj që nuk është i vështirë, sepse sot për sot dihet që me të arritjen teknologjike kjo është shumë lehtësu, për shembull përmes internetit, bashkëpunimi është shumë i lehtë edhe këtu, po edhe jashtë, domethënë nuk është problem me komunikuar, me bashkëpunu gjithmonë në botë. I morë këtë që me njoftu ma shumë muslimanka që si kom njoft ma herët, edhe me festu këtë bajram, jashtë të gjamiës, në përstalla, e jo veç në gjamia, dhe dëshiroj që ka ma shpes kësi organizime, jo veç për bajram. Allahu Gjellëshanuhu, Kur'anin e vete ka hapur, pra librin e fundit, me Bismillahirrahmanirrahim, kur qelish Kur'anin, thot Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ajet për Kur'ani Kerimit. Zatën, në surët të Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, është ajet i parë, jo si në të tjera surë, pra. E pastaj thot, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Surja El-Fatiha, e cila e përmbledh në gjirin e saj krejt Kur'anin. Që mundi me thënë lirisht, turp, për aton që nuk e din Elhamdulillahi. Mare. Po dhe ma keq turp, që a i vetë e din, e fëmin vetë nuk jam thënë Elhamdulillahi. Prandaj, edhe do të tregojmë argumente, edhe paka shumë, ndërsa do të jemi këshilltar në këtë pikpamje, po edhe me siguri ndërsa do të kritikojmë. Edhe në fund ne i bashkon shpirtat edhe zemrat, sikur që ne ka bashku trupat. Elhamdulillahi ka bon ilaq edhe një person, një mbret, një udhëheqës i një popullit që nuk ka qenë edhe musliman. Kur sahabët e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam gjatë një udhëtimi, janë takuar me një grup. Ajo grup nuk kanë qenë muslimane. Kanë kërkuar prej sahabëve nga pejgamberi për burrat mirë, a keni diçka prej mjekimit juaj, sepse të parin tonë e kanë ngacmuar gjarmin, e ka hënë gjarmin. Se kjo është në hadithin sahih, tregim të vërtet, të cilin e keni ndëgjuar. Sahabët kanë shkuar dhe ja kanë frymë, rukje. E kanë thënë Elhamdulillahi. E ka hëngër gjartëni me Elhamdulillah është frymë. Tash kush ne e beson neve këtë? Duhet me njëherë si rumë, duhet me marrë ilaç në aniknina. Do të me Elhamdulillah edhe ai që nuk ka qenë musliman është çferu. Musafirënderi në këtë takim festiv dhe dëgjim kuranor ishte edhe profesori i teologjisë Mazlum Mazlumin nga Prizreni, i cili për disa ditë qëndroi në Zvicër dhe vizitoi shumë xhami të këtij vendi, ku më këtë rast përmes emisionit të Diaspora shprehu për shtypjet e tij lidhur me vizitën e bërë gjatë këtyre ditëve në mesin e bashkëavëtarëve tanë. Profesor Mazlum, ju qëndroni në Zvicër që 2 javë, do thotë. Se gjetët ju rinin islame konkretisht tani në këtë aktivitet? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Unë sot 2 javë të marrë këto, pra javën e fundit të Ramazanit isha këtu. Edhe
edhe Bajramin ja falë, po më të vërtet jam shumë i kënaqur kur në diasporë në organizimin e shqiptarëve të jetës fetare. Ku pash organizonin unë pata nderin që më ndëruan u afala namazin e Bajramit në meni prej sallave më të mëdha të Surrihut, ku ishin mbi 3000 xhamati, 3000 persona në atë namaz. Një gjë tillë që nganjëherë edhe në Kosovë ku më organizuar kështu në jetën fetare, prandaj shumë isha i kënaqur në çdo xhami që shkova në Suri dhe në disa qytete dhe qyteza të Zvicrës, isha shumë i kënaqur me këtë organizim. Po se gjetët ju fondacionin e Rinisë Islame konkretisht sot pra në këtë aktivitet? Edhe kjo më erdhi shumë mirë se kjo për herë të parë bën kjo tribunë sot këtu në këtë qytetën tash ku jemi, se dhe emnat unë saktësisht nuk më seba. Mirë, po më erdhi mirë që janë të organizuar dhe linia dhe kanë aktivitete, por njëkohësisht edhe vinë me familjet e veta, se gurbeti i lypë dhe këto gjëra, ata tjetër ku nuk kanë të afër me fare fisë kush kanë bën vizitë, ata në mesveti vizitohen, edhe këtu në për qendrat sportive edhe në për vendet e xhamive ku kanë krijuar kushtet pak a shumë me siguri më të mirë se tona në Kosovë, kanë një vizitë mesveti edhe janë afruar në mesveti në diasporë kësaj. Cila është përshtypja jote më kryesore gjatë gjithë këtyre aktiviteteve që ke zhvilluar nëpër xhamia të ndryshme në Zvicër? Më erdhi mirë që rinia jonë në këtë pikpamje ka një vetëdijsim, është vetëdijsuar që duhet t'ju afrohet fesë të vetë. E jetë shkojë të ballafaqohet me problemet në për kafenime, alkohole, me pasizëllëke të cilat gjenden në çdo vend. Ku pari komunë të ata të humbin veten, ata kanë ardhur të bëjnë një gurbet, të edukohen, të fitojnë një dinar, andaj kanë ardhur këtu e tash mlidhen nëpër xhamia, ku xhamiat i kanë të gjitha kushtet i posedojnë, edhe shihen në mesveti, afrohen në mesveti, e nuk shkojnë vërdall në vendet ku nuk lejohet as fetarisht, po dhe nuk na lejohet neve këtu që të ketë dikush të ketë ndaj nesh shqiptarët apo prej Kosovës apo prej Maqedonisë apo prej Shqipërisë, kanë ardhur udhëzim ku të strehohen, ku të shkojnë. Por alhamdulillah, janë afruar në çdo vend këtu, edhe më vjen mirë që numri i xhamiave ka arrit diku afër 70 xhamia të shqiptarëve në Zvicër, ku në të gjitha qytetet ka 2-3. Kjo është një prej begative, prej të mirave që më të vërtet janë aktiv edhe megjithëse ka nevojë edhe më tepër, sepse numri i shqiptarëve në Zvicër është shumë i madh. Është lënë anash diaspora jonë shqiptare nga Bashkitë Islame të Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë? Besoj se jo, se i kuptova se çdo vit edhe prej kur isha në Kosovë, se tash edhe nesër do të shkoj faktikisht në Kosovë, po është interesimi është kanë ardhur prej Bashkisë Islame të Kosovës ku kanë. Zoni vetëm për një muaj apo edhe aktivitete ndryshme, jo vetëm gjatë muajit Ramazan. Ato raste vetëm gjatë muajit Ramazanit unë i pash se kanë ardhur në disa vende, kanë shkuar, kanë ligjëruar, kanë organizuar diçka. Por ndryshe hollësisht nuk jam më shumë i njoftuar me këtë çështje, meqense e di se prej kryesisë çdo vjet i çojnë persona, do të deleguam kryesia që bëjnë një bashkëpunim, kanë një bashkëpunim, edhe bashkëpunim në disa pika edhe këta vetë iniciojnë çështjen, nëse para dy ditë para Bajramit prej këtujt, disa prej hoxhallarëve, të aktivistëve këtu që janë në Zvicër, i kanë shuar atë në sadakatul fitrin, zekatin, të skamnorët e Kosovës, sadakat e ndryshme, kështu më radhë. Do të thotë aktivitetin e tyne që ka zhvillojnë këtu nuk e shfrytëzojnë për nevojat e veta, por për kundrazi për nevojën e popullatës aty në vendlindje. Organizimet e kësaj natyre do të jenë tradicionale dhe fondacioni i Rinisë Islame në Sebat të Zvicrës, i cili është themeluar që nga viti 2000, në hapa të sigurt dhe duke u bazuar në Kuranin famlar do të jetë në shërbim të rinisë në çdo kohë drejt reales dhe morales fetare e kombëtare.